vjen me punu njëjtë. Po llogaritë që ti për shembull kur shkon dikun, unë e kam pas punën e parë 134 kilometra veç me shku në drejtim, edhe 134 më kthy. Tash llogaritë se më shku këtu në Kuks me punu. Po. E bën një ditë e dy, po kur të kalojnë 2-3 muaj që e ki periudhën e provës janë nis lodhësh edhe janë nis me menime tjera. Edhe fol presionin psiqik që e ki atje. Për shembull mas pari kur shkon me qel kur të vjen posta, çaj është që dhe mas apo i bjen kjo që ne në Kosovë pra nuk mundem me duru edhe fort presionin psiqik, e po ashtu atë që përmendi Gjvahirja pak më herët tha që për sa i përket disiplinës nuk mundem me duru disiplinën. Unë nuk mendoj që na kena probleme me disiplinë, na kena probleme pak me orientim. Në Kosovë kush e mon borën në një shtetë, të mojnë punëtorët, klausa e mesme, që ata që paguajnë tatim, që ata që kontribuojnë në shtetë, që për shtyjnë e merë tatimin. Na kena për shembull, e kena parodën e krenarisë, shumë respekt, pa keq kuptim. Po çka kena buna për punëtorët? Ku ka pas që u kallëzu në emision për shembull të na demonizohen në disa profesione. Ai pse punon për shembull kamarier, pa kom punu edhe vet. Po. Ai du me është kamarier. Nënçmohet pra. E kjo është një vetë si populli nënçmojnë ndoshta pozitat e punës. Na jena dhe njerëz pasiv, na kena qef me konstatu, me thonë është keq edhe mos me bu kurgjish. Këta thanë diçka për një maj, unë një moj mend që dilshin dhe njerëz këta ishin me tallavat dhe çilshin ranat flijave, pa dosh me banalizu. Që thënë dita... E pa ta fjallën për grevi, jo për ato... Nuk e po ta për ato çka theti, po foli çka moj men, unë për një maj dhe ishtash. Tjetër është më ka ndodhë për para, po folin 2015, 2016. Shabani për të që ma shumë kemi festu për një maj, se sa që kemi... Ato, unë i kuma në shkallok, së që kanë qenë të rëndësishme mi pa, ju marrë krejt me diçka tjetër. Po thëmë që ajo është që tash njeri e kanalizon veten, ka po donë me shku, qa po donë me pa, ku po donë me mri. Nëse na fillojmë të disiplinu veten, të fillu, kur e marim kulturën familje, na epin edhe një lloj disipline të punës, të shkollës, trajnimeve, gjithë shka tjetës. Ato fillon aje disiplina për punë. Kur po shkojmë jashtë Kosove, normal që je disiplinum, se është kultura, është sistemi, ta imponon. Na jena pak ashtu, kena qef, adin me kon kështu edhe me punu dhe me kon rahat, mos me pas presion, adin me kon pak kështu si gjithë